jo që ka qenë ndonjë futbollist ekstra, ose ndonjë futbollist që ka lënë përshtypje të madhe, mirë po që ka shënuar gol në një kampionat të tillë, edhe pse në jetën private punon si gardian i burgut. Po, e thash mirë, gardian i burgut, por tani nuk i ka ndalur edhe pjesën e karrierës së tij si futbollist, dy aktivitetet dhe fati i tij ka qenë që ka shënuar një gol ndaj Tunizisë për reprezentacionin e Ugandës, goli i vetëm në atë disfatën 4-1, mirë po të gjithë mediat kanë shkuar për Deniz Omedin, gardiani i cili ja arrin të jetë një kampionat të tillë, të shënoj gol me vërtet është një lajm të cilin e dallon prej të tjerë. Rangat apo të hapish portën? E ka hap portën. Të futa brenda, hapi portën. Drejtoro, unë besoj që ti mund të bëhesh futbollist, ende besoj. Po, një gazetare të bëhet futbollist. Unë mendoj që ka një sport të zgjedhur ki. Curling e thonë ato në akull. Curling, që është që e lëvizën atë. Unë do të isha mjaft i mirë me afshesën. Ato që e fshin aty shpejt, është një ndër sportet më të preferuara që i Pastaj kemi motin për këtu.